Loris Qose, fitus I medaljes së artë në Olimpiadën botërore të matematikës në Orlando, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga 9 deri në 16 janar, ja ku është medalja e artë. Nxënësi më I miri I matematikës në botë sipas Olimpiadës ndërkombëtare të neoshkencës dhe fituesi medaljes së bronzit po nga shoqata Olimpiada ndërkombëtare neoshkencës po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Orlando. Flutura Hoxholli është mësuesja e tij e matematikës. E dini çka ndodhi? Lorisi ka fituar disa çmime që nga klasa 6 kur është takuar me mësuesin Fluturën dhe ka vendosur të shkojë në Olimpiadë ndërkombëtare. Ka fituar çmime në Shqipëri, në Olimpiada rajonale, online dhe shkoi në Amerikë me shpenzimet e paguara nga familja e tij një pjesë, nga mësuesja një pjesë dhe nga Bashkia e Cerrikut një pjesë, sepse shpenzimet ishin shumë të mëdha. 321 pjesëmarrës nga 21 vende të botës, 3 kategori të vendit parë, ka konkuruar në kategorinë më të lartë, superiore të vendit parë dhe ka dalë medaljen e artë. Imagjino, Loris, shumë suksese njerë, edhe përgëzimet e mia është model për gjithëri, mësuese, përgëzime edhe ju keni po aq merit me zburimin. Kur e njohën Lorisin? Po atë në shkollë ishte. Çfarë kohë, çfarë klase? Klasë 4. Në klasë 4. Po si u njohët? Po ne kishim klasa përballë. Po. Dhe mësuesi këtij vinte pak me vonesë, unë për mos I lëm pa punë dhe doja sa ushtrim matematike. Nga që vinte më vonesë mësuesi. Po ti e pas ke fituar çmimin nga që vinte mësuesi në vonesë. Të kishe ardhur mësuesi në kos do kishe fituar edhe? Pastaj nga që mësoj që unë isha mësuesi matematike, ndinte përpara, mësuese, unë I di shpejt shkronjore. Dhe fiksova, thashë nga ta shoh se kur vi lart. Mirë, po shoh, kur vish lart do shoh mësuesin. Po. Fillova pastaj, pash me atë sy, domethënë ky djalë ka nevojë të ushqet. Të ushqet me mësimin. Me mësimin të tjerë. Me njohuri. Dhe I kam bën vetes. Dalloj nga nxënësit e tjerë? Patjetër. Ai shkëlqen në çdo lëndë, po. Ne jemi fokusuar. Je I mirë në të gjitha lëndët, ë? Ne jemi fokusuar te matematika. Edhe kimia, se dhe kimia vendi 3 në botë. Bëm ne tani të bëjmë numra vendi 3 në botës. Dhe I premtova Lorisit bashkë me familjarëve që unë da marr patronazh të nxënës derisa ky të njihet botërisht. Dhe shqyr Zotit I arritu se I ditë. Loris, prindit me se merren? Me punë të thjeshtë. Me punë të thjeshtë. Kur ju thej që je mirë matematikë, të stimuluan, ju vinte mirë? Pak s'ka prind mos ndjej krenar që djali I tij ishte kaq I mirë në shkollë në çdo dek. Dhe ti, prirjen e ke kryesisht matematikë dhe kimia apo dhe dek të tjera? Rrallë të ca lënë Po thelbi është matematika, dhe që I vogël si punoj vetëm me librat e shkollës apo me jashtëshkollor? Me librat e shkollës. Me librat e shkollës fillimisht. Dhe te mësuesja pse shkove apo doje të kaloje klasat e tua? Ti ishe në klasë 4 dhe fillove të zgjidhe problemet klasës 6. Po sot mësuese në çfarë niveli është? Kemi mbaruar matematikën të vogël, sepse na duhej për olimpiadë. Ke mbaruar matematikën e gjimnazit, pa mbaruar shkollën e parë, domethënë sistemin e parë. Jo, na dha fitore. Ajo jo dha fitore. Po, sepse te online dolëm pak dobët ne. Ashtu ë? Po, mora medalje bronzi, ilës pastaj shikonin konkurrentë. E pak dobët quan të bronzit ti. Më ka darë medalje bronzi në botë për të kualifikuar dhe pastaj ka marrë të arit atje në vend me jurinë amerikane atje prezente. Dhe pam, domethënë çfarë kishin kumeta nga online, na duhesh patjetër matematika 12, se kishte ushtrime nga matematika. Vazhdojmë atë dhe pastaj shikonin konkurrentët. Ne janë konkurrentët tanë. Edhe nga ishin? Të njihshin kundërshtarin. Faktikisht kishin një nga Mongolia ishte? Mongolia, ishte I mirë. Kishte dalë dyti tek faza online. Dyti. Po. Dhe erdhe dhe ai prezent? Erdhi ai mori medalje ari, po jo si jo 13. Jo nivelit të parë, jo 13 mirë. Po. Po mirë, sa orë në ditë punon? Nga 6 deri në 8. Nga 6 deri 8 orë në ditë, çdo ditë. Mësuese më the s'ka pushim asgjë? Jo, ne dy bashkë s'u bëj pushime vere. Sepse 6 deri 8 orë në ditë, dhe pushimet e verës. Po, dhe pushimet e dimri. Çfarë? Ditë pushimi nuk njëjtë. Ky zgjedh Ky është përkushtim që ta dini, përkushtimi I Lorisit dhe përkushtimi dhe mësuese Fluturës. Përkushtim çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë. Çdo gjë kjo
është humanitare. Absolutisht e jashtëzakonshme. Pastaj mësuese morët pjesë në Olimpiadat në Shqipëri Po, po. dhe u nisët për Amerikë. Po kishit probleme në fillim vizat e Po, ishte problem viza, sepse njërë në tha që është afati fundit në Mars. Pastaj bërëm për shpejtim të vizës dhe në lanë datë 29 dhjetor. Aty pastaj fillon shpresat që të pak në kemi Dhe ambasada ju a dha, shumë të kënaqur nga ambasada. absolutisht bravo dhe ambasada amerikane që ka ditur ta vlerësoj. Në datën 31 dhjetor, ajo ka punuar vetëm për vetë. punoi vetëm që t'ju jep të vizën. Po. Edhe zyra konsullore. I kishte- Bravo. I kishte mbyllur të gjitha takimet Po. dhe vetëm dhe emra tonë ishin. Dhe ju nisët. Edhe lekët vështirë që t'i gjeni, të? Po, vështirë është. Edhe gjithë atë shkuat, kishit besim që do fitoni? Shumë. Kishit. Shumë. Po kur u dha çmimi, ku ishe? Unë kisha qef të kishte dhoni që ka të video. E jap unë videon tani, po ma thuaj si është. Si ishte? E keni këtu të telefonit të marrë telefonit? Ma jep nga telefoni, merre nga telefoni ta tregoj miqik, ja ta marrin Lorisi. Unë besoja se do ishte video. Po ja ta nxjerrim tani videon. Unë ka Edhe vërtitur aq shumë. Po? Se s'kisha njëri tjetër, vetëm unë isha shqiptare. vetëm ti ishe shqiptar, Po. ti dhe Lorisi ishin Unë dhe vetë. Lorisi ishin vetë. Dhe ti mendove në moment që s'po merrni çmim. Po. Edhe Unë praktikisht nga që se dinu i gjuhën angleze. nuk e dije që ishin edhe 300 tjera. Tashun pas ka ardhur kot këtu, thashë gjithë kë mund thash. Edhe Pastaj dhe Lorisi ishte nga rreshti 4. po, edhe Edhe i më thua, pse se jeni të tre më të mirë? jeni të tre më të Jeni të mirë. tre më të mirë. Dhe U dha që jemi tre. Lorisi flet mirë anglisht, ë? Shemi dytësishte, o jemi të parë tani thonë, o jemi të fundit. Nxjerrni një video Po, tani. dhe. Shiheni videon. Shemi sa për ta fundit. Ti për të ke shumë. Shikoj deri në fund. E imagjinoni, më falë, mësu se do të vendosim, çmim i parë, kampion bote do quaj, se ne shqiptarët me kampion i mësuar, në matematik. Një 14 vjeçar nga Cëriku, kampion bote në matematik, dhe i treti medalje bronzi në kimi. Në Orlando të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mes 321 pjesëmarrësve nga 21 vende të botës. 6 deri 8 orë në ditë punon, nuk ka asnjë gjë në botë që ta rrihet pa pasion. Loris, po ku po shkon kështu me këtë ritëm që ke nisur? Të shohim. Të shohim. Kjo bësh shkencëtar. Duhet bësh shkencëtar patjetër. Patjetër me këtë stil Ne pune. meriton. Unë duhet falenderoj Lorisin, po duhet falenderoj edhe mësuesen për zellin e jashtëzakonshëm që ka treguar për të. Shumë faleminderit. Faleminderit. Loris, faleminderit, ludhem, ngriu dhe një në këmbë me dyja medaljet, shiheni. Ja, 2 medaljet Lorisin. Faleminderit.